Pas nisjes së planit për ndërtimin e 2 urave të reja mbi lumin Ibër, Beogradi ka reaguar me protesta zyrtare ndaj fuqive perëndimore. Presidenti serb Aleksandar Vučić theksoi për mediat vendase se ndërtimi i këtyre urave është bërë pa marrë parasysh pëlqimin e popullit serb dhe të njerëzve nga Mitrovica e Veriut, sepse kjo do të nënkuptonte eksod përfundimtare, deklaroi Vučić duke nënvizuar shqetësimet për ndikimin që do të ketë ky projekt në komunitetin serb të zonës. Ndërkohë, me 1 korrik 2025, autoritetet e Kosovës organizuan ceremoninë e vendosjes së gurthemelit për 2 urat, me praninë e kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Ura pranë komunës së Mitrovicës së Veriut do të shërbejë për automjete këmbësor, ndërsa ura tjetër në anën jugore do të jetë dedikuar vetëm për këmbësor. Kurti sqaroi dimensionet e urave. Ura për automjete dhe këmbësor do të jetë gjatësi 51 metra dhe gjatësi 10 metra, ndërsa ura për këmbësor do të ketë gjatësi 41 metra dhe gjatësi 3.7 metra. Ai gjithashtu informoi se përfundimi i punimeve pritet në vjeshtën e vitit 2025. Projekti vlerësuar në rreth 3 milionë euro. Ky investim synon të përmirësojë qarkullimin dhe të nxjerrë bashkëpunimin ndërmjet komunitetit nga të dyja anët e lumit Ibër.